Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, ka pritur sot në takim presidentin e Kosovës, Hashim Thaqin, në prag të festës së Kurban Bayramit. Fillimisht duke uruar për festën e Kurban Bayramit, Miftiu Tërnava falendroi presidentin Thaçi për vizitën dhe për respektin e treguar në vazhdimsi ndaj Bashkisë Islame të Kosovës. Faleminderit që sot keni gjetë kohë dhe vizitoni serinë e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës. Si gjithherë edhe deri tash, ju falenderit shumë. Për neve është një nder dhe respekt i veçantë. Ku tashmë natën e Kurban Bayramit, jemi tek ne. Falenderit për urimin për festën e Kurban Bayramit, drejtuar të gjithë besimtarëve të besimit islam qytetarëve të Kosovës. Unë shfrytëzoj rastin që edhe juve t'ju uroj përmes teje dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës. Në anën tjetër, edhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, shprehi ndjenjë të veçantë që si president i vendit, po u uron festën e Kurban Bayramit të Miftiu Tërnava, Bashkisë Islame të Kosovës dhe gjithë besimtarëve në vend. Uroj që kjo festë, më të vërtetë, të festa të solidaritetit, të mirëkuptimit, të dashurisë, të respektit mes njerëzve, në një vend të harmonisë, të tolerancës dhe mirëkuptimit. E në të njëjtën kohë gjithmonë t'i kujtojmë të rëndet për lirinë e Kosovës, të punojmë për gjeneratat e ardhshme,